Pra ne njëshim nga filmi Taken, dhe ta pranojnë nga qenë. Ajo ka qenë pak a shumë, ndërkohë që tani ne po njihemi edhe si një vend shumë dashamirës ndaj artit, kulturës, kemi një mikpritje shumë të mirë, se ne njihemi edhe për mikpritjen shumë të mirë dhe ata ndihen shumë të respektuar kur vinë këtu. Dhe kjo vërtet që ka dhënë një input të jashtëzakonshëm në kalendaret kulturore, por gjithashtu çdo ambasadë, le të themi, çdo vit sjell programe të reja, eksperimenton me programe të ndryshme dhe ka edhe shtete të cilat vijnë për herë të parë. Për shembull, ne sapo e kemi nisur programin mes i vjetshëm dhe si Maqedonia Veriut për shembull ishte për herë të parë. Polonia nisi javën, do kemi Bashkimin Evropian që ka gjithë programin e saj në maj dhe për shembull Bashkimi Evropian delegacioni le të themi po bën një program duke mbështetur artistë shqiptar këtë vit. Pra çdo ambasadë vjen le të themi me një koncept të vetin dhe ne e kemi mbështetur dhe mendoj që është një program goxha i suksesshëm i cili duhet vazhdoj gjithmonë sepse këto shkëmbime janë të domosdoshme midis artistëve. Fakt ka edhe këtë efektin dual që përtej promovimit kulturave ndryshme në Shqipëri dhe Shqipëria promovohet si një soft power tek në sytë e të huajve. Ju e thatë dhe më mirë, kanë pasur stereotipi, kanë pasur skepticizëm, disa nuk e njihnin as se ku është domethënë Shqipëria, por normalisht edhe me rritjen e numrit turistave nevojiten dhe këto lloj iniciative.